Në ndiqni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm. Përshëndetje, sot do të përgatisim ëmbëlsirën italiane mille foglie, ose ndryshe, ëmbëlsirë me 5 foliat dhe me krem pasticcerie, me 2 shtresa krem pasticcerie pra. Si fillim, prezantojmë recetën. Na duhet një 5 foliat, 6 kokra vezë nga të cilët do marrim vetëm të verdhën, 500 ml qumësht, sheqer e pluhur për të hedhur sipër dhe vanilje për të përzier me qumështin. Si fillim, do të bëjmë gati 5 sfoliat të cilën do ta pjekim në furrë. Hapim sfoliatën. Marrim dhe tepsinë në të cilën do ta vëmë. Do ta presim dhe do ta vëmë në një tepsi me ku kemi shtruar letër pjekjeje. Këtë do ta ndajmë në 2 pjesë edhe do ta pjekim për 180 në temperaturën 180 gradë për 15 minuta. Edhe me pjetën tjetër kështu do veprojmë në të njëjtën mënyrë. Që pita sfoliate mos na fryhet, ne do ta bëjmë me pirun në sipërfaqe. Pra në sipërfaqe të petës do t'i shpojmë pak vrima me pirunin. Në këtë mënyrë. Që pita të mos na fryhet. Do t'i pjekim të dyja petët e sfoliatit në temperaturë 180 gradë për 15 minuta. Ndërkohë që petët e sfoliatit piqen, ne përgatisim kremin e pasticcerisë. Si fillim, do të marrim 500 ml qumësh, do ta hedhim në një enë së bashku me vaniljen që të ngrohen. Dhe një bustin vanilje. To do t'i lejmë që të ngrohen. Ndërkohë do fillojmë me vezët. Të verdhat e vezëve do t'i vëmë në tasin. Dhe të bardha do t'i hedhim tu. Pesë të verdha vezë.
këto momente do marrim të verdhat e vezëve, do t'i rahim mirë edhe do t'i shtojmë pas sheqerin. Do të shtojmë edhe 6 deri në 8 lugë gjelle sheqer. Këtu do të shtojmë ndaj ngadalë edhe qumështin. 500 ml qumësht do ta hedhim në enën që të mos na derdhet. Qumështin e ngrohtë do ta hedhim ndaj ngadalë. Tani këtu do të hedhim edhe miellin. Miellin do ta përzi me anë të rrafsës së vezëve në këtë mënyrë. Na duan 70 gram miell ose afërsisht me lugë. Mund t'i masni. Pesë 6 lugë miell. Miellin tani do ta përziej me rrafsën e vezës në këtë mënyrë. Që të mos ta mblidhet kokriz. Dhe do ta vëmë sërish. Do ta hedhim sërish në enën për t'i dhënë një valë në mënyrë që kremi të trashet. Do ta hedhim në tenxhere dhe tenxheren do ta vëmë në zjarr.
Në zjarr të ngadaltë, pra, do të përgjej edhe kremin e pasticcerisë në këtë mënyrë, që të mos formohet kokriza. Në këtë mënyrë, përzejmë kremin e pasticcerisë dhe e lëmë të ftohet. Japra dhe petës foleat janë pjekur, ne do t'i hiqim nga tepsia dhe do t'i presim në format sipas modelit që duam. Presim në shirita dhe pas shiritave më pas do të presim në forma si përkatrore. Do t'i shtrojmë kremin e pasticcerisë do ta pudrosim dhe me sheqer pluhur më pas. Hapim kremin e pasticcerisë në të gjithë sipërfaqen e petës. Do ta bëjmë me 2 shtresa të tilla. Do t'i bëjmë dhe shtresën e dytë. Shtrojmë edhe këtu. Kremi sfogliat dhe vëm mbi të parin. Ose mund ta vëm poshtë, në mënyrë që petët mos na hapen. Kjo është mirë që të rrit disa orë, ose të paktën një gjysmore në frigorifer që të mpikset kremi. Në këtë mënyrë mund ta bëni me 2 apo 3 shtresa. Vendosim në një pjatë të tillë. Do të presim edhe petën tjetër. Dhe do ta shtrojmë sipër të parës me kujdes.
Ja pra në të gjithë sipërfaqen. Nëse doni ta ruani për më vonë, kremin e pasticërisë do ta mbuloni me qeset e të dukshme, në mënyrë që qesja të piki sipërfaqen e kremit që të mos zërë kore. Dhe do t'i bëjmë rraf të copa që sapo kemi prerë. Ja, po përfundoj. Dhe ëmbëlsira jonë. Sipër tani më do ta spërkasi me ju ftojmë që për recetat të tjera të na ndiqni në faqen tonë Gatuaj Shëndetshëm në Facebook. Na ndiqni në faqen tonë në Facebook Gatuaj Shëndetshëm.